Edhe në Shkodër, besimtarët musliman festojnë sot Kurban Bajramin duke u lutur për paqe, harmoni dhe më shumë mbështetje ndaj njerëzve në nevojë. Korrespondenti i Zërit Amerikës Paul Msulo na ka dërguar kronikën në vazhdim. Allahu Akbar walillahil hamd. Besimtarët muslimat të Shkodrës po festojnë sot festën e tyre të Kurban Bajramit, një nga festat më të rëndësishme të besimit islam, simbol i paqes, gëzimit dhe mirësisë. Me këtë rast me ftyu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari u përcolli besimtarëve urimet e tij me mesazhin për më shumë harmoni dhe ndihmë ndaj njëri tjetrit, si dhe njerëzve në nevojë. Ne duhet me u përullim me u kthy nga Zoti e me kënd vendosur në rrugën e tij, që është më e mira, e më e pastra, e më e drejtshmja. E të lutemi për familjet tona, e për fëmijët tanë, e për Shkodrën tonë, e për Shqipërinë tonë, se kemi amanet. Festa tradicionale e Kurban Bajramit festohet gjërësisht në Shkodër, qytetin ku gjatë regjimit komunist, pas një periudhe të gjatë të persekucionit fetar, në fillim të proceseve demokratike u rihapën për herë të parë në Shqipëri institucionet fetare, duke i lënë kështu nxitje lirive fetare në Shqipëri. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Paul Msulo.